Ish finalistja Big Brother VIP Kosova 1, Gjuliana Nura mblodhi mbrëm miq dhe njerëzit e afërt për të ndarë një nga momentet më të rëndësishme të jetës së saj. Në qiellin e hapur të Prishtinës, ajo shfaqi premierën e episodit të parë të reality show të saj më të ri, Eagle Queen, një produksion që sjell jetën e saj pa filtra tek publiku. E pikërisht në këtë kapitull të ri, Gjuli bëri atë që askush nuk e priste. Në episodin e parë, ajo konfirmoi shtatzanin përmes IVF-it, duke thyer kështu tabu dhe duke bërë para fytyrë publike shqiptare që e nis e vetme rrugtimin drejt mëmësisë pa një partner. Thashë themët që qarkullonin prej kohësh, më në fund morën një përgjigje të qartë. Priveva Liberta Spahiu natyrisht ishte aty për të ndjekur gjithçka nga afër. Ndër të parët që mbërritin e event ishte producenti Ardian Jasiqi, i cili zbuloi më shumë detaje rreth këtij projekti. Kom pa që i mungojnë reality show-it skenës tonë showbizit, pra kom dash që me arë me një mënyrë tjetër, pra me bo një stil reality show që ka me qenë parafersisht i njëjtë me Keeping Up with Kardashians, ose me Dubai Blink edhe me reality show që bohen sot nga celebritit ndryshëm në për botë. Pra kom dash me pru këtë frymë sepse mendoj që e kemi dekontaminu pak skenën tonë të showbizit me disa emisione që për mendimin tam vazhdojnë me qenë shumë të vjetra, jo kreative sepse në hargju. Cila është gjëja më e vështirë me punu me Gjulin? Është njëna prej femnave më energjike që kom pa në jetë. Une tash ajo është në pritje, domethënë tëmbël. Dhe Nuk nalet prapë se prapë, a? Dhe nëse kom pa një grua cila zgjohet në ora 8 mëngjesit edhe përfundon në ora 2 natës punën, domethënë është Gjuliana, edhe jam çudit domethënë me mënyrën se si ajo domethënë është kaq energjike. Sa epizoda kemi pas sezoni i parë Eagle Queen? Besoj që do të jenë 8 episode, varësisht edhe prej gjanave që do të na dalin në rrugë. Protagonisti i mbrëmjes po vënoi paksa, por të ftuarit e njohur po mbushnin ambientin me praninë e tyre. Mashallah, Gres pe preku hunën. Zakonisht intervistat kur i kena bo, jo veç me ty, po e kom një standard pyetjeve, cila anë më e mirë, qysh më dal më mirë, pak më dop, nuk pasna nevojë me bo këtë pyetje më. Ja, kësaj here s'ki nevojë me bo pyetjen, cilën dusho. Gres, na shihem ko pas kohë me punë me intervista në për evente. Po. Mirë, po tash për shembull me krahasu me ditëlinjen virale të para një viti, dallimi është super mega evident çka ke bëmë kështu. Veç të që ktheve rruje se mos po bëhet viral prap në një moment. Tash le të bëhem viral, mos ko qa shoj. Sekretin. Sekreti është veç kalori deficit. Që kjo është sekreti kryesor, unë e krejt dhe më t'ju thonë, kalori deficit, mos me hongër, me nalë gojën edhe ushtrime. Po qysh po ja bën me nalë gojën, se kjo psiqike pa kjo? Po, krejt është të truni, po e kom fiksu kështu në kry që duhet pa tjetër me ranë pesh. Jo pse më kam pengu mu, se ti e din që së më kam pengu kur, edhe së shima ka një, po kësa here vendosa vetë me vetën teme, kështu thash, pse mësë më marrë me vetën, i lash do projekte anash, thash ma mirë po mirë me vetën pak, ma ndej, vazhdoj me projekte. Sa e një 10 qëtash minus, a? Po, 10 kg jo minus. Ecja po bën? Ecje po bëj çdo ditë, i bëj dikur rreth 16.000-17.000 hapa, edhe normalisht me hangër ma pak, pull edhe vezë kur gjatë tjetër. Kështu që kjo është sekreti, pull edhe vezë kur gjatë tjetër. I zbulova do këtë sekretet në këtë event në cilin a boni bashkë Gjuli, finalistja e Big Brother VIP Kosova 1, që po besoj ke përcjellë edhe në Big Brother atëherë, po që po e bën tash një reality show të vetin, a? Qysh të do kësi ide? Si ide, mu do shumë ide fantastike, unë me Gjuli unë takova në Alba Festival, edhe më dhani energji tjarë zakonshme, bili bisedova më ndej edhe me shëndritin, tash halali kovë, se kur më pa tha qëto e kom qikën, qëto e kom djallin, edhe kesh shumë nice, kështu që beqyra i shtatzanit më bërë edhe shumë ideja mirë. A kështë bo një reality më rëtit qështu, a kështë pas që më në kalzu në reality gjithë shka kështë pas më në kalzu besoj? Po më re pse jo, dhe unë e kësha pas gjithë shka mi u kalzu kuj djetë në shta e bëj, ma vonë, kur ti qes kockat. Nuk është shumë larg nga ky moment, nuk e dija. Jo, jena edhe pak larg, jena, amo, do më thonë me majt në 7 një vjetë më imi pas kockat, nëse e majt qështu.
Se s'bune një ditëlindje virale për si vjetë, na ka mungu një nga gresa këtë që E shohë. dim, ka mungu edhe mu, po masi shkova në Zvicër, thash hajtë kësoj here për maj pak për veti ditëlindjen, spesheri me të tjerët, po me sigurin është ta vitin tjetër nëse jemi shënë mirë, pse jo. Sa herës të kena fotografu kërkoa Zvicra Gjermanive të dyta, a? Mdokët veç me shëndrite me Sarën, s'ka pas në aventurë. Jo, kanë vetë dyta, kështu që po s'keni arrit me ka fjallë. Vetë të dyta me kanë. Me shëndrite nëse ngjehet po, vetë e treta me Sarën po. Jo, po bëja i gore, jo, se isha me shëndritin edhe me një shoqe tonën, kështu që kalum tepër mirë edhe festum që aty pak ditëlindjen, kështu ma rrethin gusht. Mirë ke boj ke ndrumës në përsërit nga vitin vetë, po do kur shumë mirë që jem ramin son të knaqësi si gjithmonë me ty. Shumë faleminderit, kënaqësi edhe jam, ja gjithmonë me dhënë intervistë për juve. Mua, ju dua shumë. Të tja ke përcjell Gjulin kur u kom Big Brother ajo? Po e kom përcjell edhe pritët e Gjulit janë shumë të mira. Me qëta më do këtë kuptova që në shpe me durimin së që po gatujshë shumë, ma shumë të gatshme, apo bleni apo gatune. Ma mirë me plesë me gatush, po më po marrë vakt. Jeta jote është kogja e përcjell në rrjetet sociale ku ndonë copza, qoftë punës, qoftë raportet në qeft. A e kështë po një reality dhe tja jo? Me tregu jetën tem, po se po, edhe pse shumicën e saneve njerëz t'i din, po e kisha bu një ma gjënsisht një tregu se qka u kon jeta jem deri në 22 vjetë, qëtash që jo. Qysh po shkon jeta e re e kohët të fundit prej kurorëzimit e kënej? Halosin a kurorëzu, fejesën e kena bojë, na feju, amo tash të kismet pritën edhe sa në treja normal, martesa e shumë sa në... A po ndrojke jeta me unaz ngisht ajo? Valla jo, nëse te se lejon me ndru jeta nuk ndron. Veç është ma mirë kur e kiti kanë kra edhe të bështet për çdo sen. Pjesën e distancës që ju ka ra me kalu si qifte, a keni definua ka me ndodhë ma jo? Jo, se besoj që ndodhë ma. Qika që besoj e ka pas edhe ma u kry, tash veç ofër. S'mujna me bo pa njëni tjetër na. Periuda po get larg njëni tjetërit ja u mësoj që të sen. Po valla, s'kena mujt heq me bo në distancë. Për ndryshe je shoqërume me një shoqe tone, Po. përita më së mami, po diçka se kom pakove të fundit, a mirë mas pari, thash të ves ty. Mirë është që qërzotit, thjesht ka pas nevoj pak mu largu prej rrjeteve sociale, qka që. Kënaqësi shumë e madhe që je sonde eventin. Faleminderit shumë kënaqësi edhe për unë. Shënderit, kënaqësi tepër e madhe, e qeqi telefonin doget. O, Gjuli, ku je? A je tu ardhë? është e parku makinën, okej, se jam në intervistë në prive edhe jam të interesu me ditë a je këne, a kime ardhë për këtë eventin e Gjuliana Nurës? Hajde, faleminderit. A, me fustan, okej, thash mës njoni ju kanë rritë ma shumë flokë, po mirë, ko ka puna. Hajde. Okej. Tash janë ola, se... Shëndrit, kënaqësi tepër e madhe si gjithmonë, i veçantë si gjithmonë ndryshe, si gjithmonë fani. Parasimi Big Brother intervista e fundit u kam për prive. E vërtet. Edhe jam shumë i lumtur për shkak se çush i kam dhënë përgjigjet në prive, çashtu ka shkuar edhe këtë rrugtimi jam aty mbrana. E vërtet. Pyetja ma virale kon ajo Tim Selimbo apo Tim Briteo? A përse shkurtimi? Jo, kum thonë që jam tim Shëndret në intervistë. Edhe mbetëm, mbetëm prapë qashtu, po unë i respektoj këtë ekipën e grupit pozitiv, po e quj qështu, pavarësisht që... Sa hinë dhe Brikena Mateo të ekipi pozitiv tash, ha? Unë i konsideroj. Ndo këta sa i një komrena u largua jo? Qëre, tash... Shëndrit mu mësë më llogarit dhe ke? Jo, Brikena ka thonë që jam një prej arsyeve që jena bashku, jena bo si tërsi, pavarësisht që qëndrimet e kemi pas të kundërta, po unë e kom thonë edhe brenda Bigut, ato që e kom pas mja u thonë qiftit, ja kom thonë edhe live, që shumë mirë. Sot jemi për Gjulin, shoqja jote ja ka hershme, ha? Edhe më do këtë lajmin e shtatë zanit që për anonçon sot, a ke ditë a ke marrë vesh ma si doli pi Bigut? Në fakt, jo nuk e kum dit, e kum marrë vesh kur kum dalë prej Bigut. A ke rujtë sekretin? Jo si mora vesh, kredi i kum kallëzu. Mendoj që është një tabu breaker Gjuli, dhe kështu që po mendoj që për shoqërinë tonë ku jetojmë sot, mendoj që është ndoshta një shuplak mbi realitetin e jetës moderne, edhe mendoj që njerëzit ndoshta ndonjëherë duhet me marrë vendime të tilla, sesa me çu një jetë ndoshta me shumë pikë pyetje prapa vetes. Shumë e saktë. Shoqja jotja në këtë moment me një reality u bo shumë e famshme, me një reality po vazhdon,
atë pëlqej ideja e dokumentimit të një momenti shumë të qënum njët me një realit edhe, që kërmenja me bo diçka për vete. Diçka si lloj vlogu pro max. Po. Qëre, unë sakt nuk e di shka ashtu bo Gjuli, po menoj që e di si ide që e ka pas për full moti, po thjesht po vjen mirë që është e finalizu. Uroj me jetë, sepse në ditët e sotme çdo formate janë shumë të klikueshme, sepse njerëzit janë kurioz me di se çka bëjnë jetën reale. Unë për vete, unë i përkas botës televizionit, shumë shpejt në televizion, edhe mendoj që kjo fryma e digitalizimit dhe profilizimit tonë si figur mundet me kanë shumë e mirë edhe me kalu krejt komplet në një reality format si që shtu e bë Gjuli, po unë nuk jam i natyrës realityt si Gjuli kështu. Do më thone ka balajmi në shëndrit e rikthej në televizion, pyetja e me radhës ke mes ty në grupit pozitiv, Selin, Shëndrit, Greta, kush i ka gjatat me pa ma shpejt në ekran se njerëz për ju kërkojnë në ekran, është diçka që e keni po besoj të ditur qysh prej requestave në Instagram, a? Mendoj që shtatori kam i zbulu krejt, unë e veç e zbulova që shtatori, dikush në është edhe para shtatorit, kena me dalë shumë shpejt, normalisht të cili me projektet e veta, jo të gjithë bashk, sepse jeta në ndonë Tirana, Prishtina, unë po besoj që ndoshta do t'jem në Kosovë, nuk do t'jem në Shqipëri, po e thamë këtu për herë të parë. Kështu që kjo është ajo dilema që kam pas në shumë kohë, për shkak se kam pas oferta të ndryshme dhe normalisht kam këshyr, kam analizu çka është më e përshtatshme për mua si Shëndret. Kjo është më e rëndësishme në këtë moment. Puna ko ka definu, zhvillime pas ka sa dush, naj farë, s'ka ne farë ahengo ka grupja, naj dasëm, naj sena, naj... Në qërë. Se për një bashkëtes nejtëm diçka, naj në qetëm si lajmë. Qëra, bashkëtesën e keni qitë, pse po më qëtë që si pas dita mu e mas pari Angel, po qëra, është mirë, normal martesë të shumë herët për me folë për një diçka që shënon një... Ne, se mërën si qiftit pishkon mirë bashkëtesa. Qiftit jo mirë që pishkon, po ata janë te për klumtur bashkë, po janë shumë mirë që janë të e shiju botën e jashtme nën praninë e njëri tjetrit, edhe po ashtu më vjen mirë edhe për Brikenën dhe Mateon që u bënën bashkë. A fu bënën bashkë, si na mësu prish pajto si mbik, nashta del intervista jo nda. Ja qëre, mësyshe e bandë vetën, a vëdem, kështu që unë nuk besoj që kanë qenë keq kuptime të mëdha, se kom fol edhe me Brikenën edhe me Mateo, kështu që vjen mirë që janë bashkë. Do këtë e pas ke di që kanë mu pajtu, nejse. Në procesi sportiv ja kumbo një farë magjie Brikenës edhe u bo bashkë, a din që e kumbo? Se dia, veç për ta gjoja më. Pja u pa juve ekskluzive që të që, se ja kum qumë Mateo si të video. Edhe... Juela, u tu t'kipi magjive tua në Big Brother. Hajde. Qa pas këm? Veç pak prit se pas kum... Edhe pak. Pas kum full catch për ata tjetë. Veç një sekund. Veç shkojtë e Mateo, qa. Qa, hajde. Ja kom shumë kërë Brikenës Mateo mra pa qatë natë të procesit sportiv. Edhe... Që tu përka konë sekret. Kupidje ka po punën e dhe. Kupidje po s'ka po të vetën, veç priti tash buqitat me lullja dhe me pëstara me fotot shëndërit. Jo, pas ke po qefin shumë njerëzve po funksionej ka taktika. A din qysh është puna që unë i du të dytë njësoj, edhe vjen keq që ndonjëherë senet janë keq kuptu deri me një farë forme. Edhe besoj që gjanat që kanë ndodhur brenda formatit, kanë betë brenda formatit sepse na jashtë gëzojmë një shoqëri të jashtëzakonshme. Me një vënes të justifikuar dhe as pak tipike për këtë qenje, Gjuli bëri hyrjen e saj duke kthyer të gjithë vëmendjen nga vetja. Për herë të parë, ai u shfaq publikisht me barkun e rrumbullakosur. Mund të themi definitivisht se Nuri Shtaxani se ka hieshuar dhe më shumë, teksa ajo ndau kohë për të përshëndetur secilin prej të ftuarve. Më pas, erdhi momenti që të gjithë të kthenin syt nga ekrani për të ndjekur premierën e dokumentarit. Jeta s'është në duart e askujt, është në duart mia, dhe kur i bëj zgjedhjet e mia, gjithmonë e mendoj
mendoj mas pari çfarë afekti ka në jetën time dhe ndoshta të prindve. Një shfaqje që u pasua nga një fjalim nga vetë Gjuli. Jam shumë krenor që jam me para që me bëj një gjë të tillë, që normale ka riskun e vetë me tregu krejt jetën personale, para gjykohesh, besa edhe ofendohesh në për portale të tjerë, por mendoj që gratë si one ose djemë si one që kanë karakterin e njëjtë, personalitetin e njëjtë, na i hojna për mëngjes këto ofendimet që na bojnë, kështu që kena nevojë me prezantu sa më shumë njerëz të fortë, me karakter të fortë, me jakur suksesin edhe qikave që vi mas neve, djemve që vi mas neve, që me kom vetë vetja. Nëse kur që me kitë epizod që keni mujtë me vrejt është me ngomas ondrave tua, me besuner atë ondrën tonë që e ki, suksesi që te e di që ki me kur, edhe me besun vetë vetën, sepse fundja ajo është më e rëndësishme në jetën tonë, nuk është rëndësishme çka thon njerëzit, a pranohesh pe familjes ose pe shoqërisë. Ti e ke imazhin ose vizionin shumë të saktë, shumë drejt, çka do me arrit edhe thjesht me punu sa më shumë. Atmosfera e krijuar tërhoqi vëmendjen edhe të kalimtarëve të rastit. Kurreshtja e tyre ishte e madhe, sidomos për ata që kanë ndjekur me simpati në rrugtimin e saj në Big Brother VIP, duke dashur që të ishin indirekt pjesë e eventit. Ne ndalëm Gjulin për një intervistë për t'i dhënë pikat mbi rreth krejt kësaj fase të re. Gjuli e kënaqësi tepër e madhe me një moment të shënuar të jetës tone, me një moment që ke prit edhe ke dash prej një kohë të gatë në event. Spritëm pak, po më duket mësyshi e kriju punën e vet para se m'ja nisa. Po, më shky fustani do të thotë dhe erdha një 45 minuta me vonesë një orë, po me rëndësi u kep edhe ja ku jam. Po mirë, mësyshi po më duket kek, që mirë se vini në eventin tonë. Njeri që nuk është kur vonë në eventin e saj primat rëndësishmeve, me të vonë. Fustani, a e ke gjithë, unë mendoj që ti e ke gjithë moti fustanin, se gjithçka bën muj më herët, që kjo është arsyeja në shta? Po, plus asojna se na kujna ko mujnë e 5 e kina bo mo tjetë, tash mujnë e 6 ka fundi, gati 7, isha arrita së më hini e tani u shky. Një moment i rëndësishëm për ty, një reality, dashnin e madhe të shqiptarëve more me një reality si Big Brother, që sa ku e ke pas idenë me tregu jetën tone, sidomos në një kapitull shumë të rëndësishëm përmes një formati ku prap se prap emocionet më të mëdha i ndanë me krejt shqiptarët. Po, për mu ka qenë shumë e rëndësishme që me konë sa ma e hapur me publikun, me dit njerëzit vërtet se qysh është dita e një femne shqiptare që punon, që është angazhune shumë, që ka punëtori, fabrik, biznese, pastaj edhe mundohet normal me marketing, me mu mirë dhe tash edhe epizodat që i natu i bosh do muj. Për mu është shumë e rëndësishme me dit një reality show që ka bën një femen, se kretu më pytin ku e merr këtë energji, japi ju tregoj ku e marr energjin. Gjull, gjithmonë ke thy tabu. Unë kur e bisedova me Shëndritën më herët, tha Gjuli gjithmonë ka thy tabu, është një atribut që gjithmonë e ke pas prej fillimeve tua në jetën publike. Prap, mas gati 7-18 vjetë, Gjuli po thënë prap tabu, me fol publikisht si fytyra e parë publike, me një vendim personal, mu bënon me IVF. Sa kohë e ke mendu derisa ke marrë hapin e duhur? Unë paka shumë më njefë si karakter dhe më njofi me mendoj publiku që unë jam një femen që kur e vendosi diçka që që tash në epizod nuk e kthej kryt mrapa. Unë e kum di çka kum dosh në jetë, e di çka du në jetë, nuk ju më ndje plotësume derisa unë jam ndje që nesër mu i mu bonon, ku mu hina procedurën e IVF që nuk ka qenë as pak e lehtë, ka qenë shumë e vështirë, po sa që ishtë pa partner, se shumica e bëj me partner, unë e vendosa pa partner, sepse na e kena një Windows gratë, një që shme thonë një kohë që femra mundet me kriju fëmijët vetë, me bo familjen e vetë, nëse nuk e merë qatë kohë duhur, mas 40 vë shumë e vështirë, kështu që unë e doshta mos me mbyllë që ato në fotin e mura ndorë të mija dhe e bona IVF-in edhe tash jam të prit një bebë të bukur. Tash, ideja është që pa diskutim, unë e pash edhe në dokumentar mami pas shumë emocione, qysh e kam përit familja, që Gjuli po them prap tabu dhe po bëhet fytyra e parë publike që po bëhet non pa partner. Familja, unë ju thash edhe ma herët që prindrit e mi janë të lumtur kur unë jam e lumtur. Pa morë parasysh sa e vështirë është mu pranu pe shqiptarëve, se kjo IVF u bë para 30 vite, unë e kam shoqen e ngushtë që është IVF baby para 35 vite në Finland, që atje është shumë normale. Kurse te ne është akoma tabu,
qysh një gru vetë mundet me kriju familje ose me bo një fëmijë, po unë mendoj që dikush do të me thy tabun edhe nëse jam e pora, si zakonisht dikush do të me thy që vajza tjera, djem tjerë që vinë e kanë ma lejt prej meje ose prej njerëzve tjerë që kanë thy tabu. Kjo puna e shtatzanisë Gjulë dihet tashmë për disa kohë për flitet, edhe unë i kom pa edhe komentet, edhe është një temë që u bo edhe mes njerëzve në Prishtinë për javësh tashmë. Një pjesë për ty ne konsiderojnë që mbas është një vendim pak egoist i joti. Çu ju përgjigjesh ty në njerëzve? Unë mendoj që njerëzit që flasin që është egoist, nuk e kuptojnë dhe nuk janë në këpucat e mia. Se nëse ata janë femën edhe janë i mush, unë s'po them që jam shumë mush e madhe, por nuk du me bo risk njëtën ta që mos me pot familjen tem ose fëmijët e mi, dhe kjo ka qenë arsyeja pse edhe ku morë këtë vendim. Edhe ata që thonë ashta që kjo është shumë një zgjedhje egoiste prej Gjulit, derisa nuk je në këpucat e mia nuk mundi me thonë kur gjë. Ai zakonisht janë çunat ata ose meshkuj që e thonë këtë gjë. E çdo femën që ndjen këtë që ndjej jone, thonë qjumt, bravo. Tash në pjesën e viralitetit edhe komenteve në rrjetet sociale ka pas shumë komente fani këto kohë që jam përmend, domethënë për shkak intervistave tua kanë thonë jo Benzema, jo Ronaldo, çuçi ke pa ke qesh me to. Po normal që qeshi se ajo ndodhi ka qenë ti e din fort mirë 2015-2016. Nuk ka rënë Ronaldo sa si Benzema këtë rast me kombaba. Edhe donatori ose personi që e ka jep pjesën 49% të formimit të fillimit të embrionit, sepse nona e ka 99% për bërjen e fëmis, po flas që ajo fillimi e embrionit është donator shqiptar. Shqiptar është beba. Shqiptar edhe nga nona dhe ka baba. E pas ke zgjedh për qefin ton me gjatë. Po. Pura shqiptare. Për sa i përket pjesës emisionit, formatit reality, epizode e parë, qysh e ke mendu në vazhdimsi, në ala pikë pjesa e gjinis, në cilën epizode marrin vesh? Epizodën e radhës starton me gjyrat e eventit, vrehet në fund se është vajzë apo djalë. Se thëshin që nashta i ka Gjuli 2, a kuptojnë edhe këtë pjesa jo? Nashta i kam 3, kush për ju the, se unë jam bombastike. Cila ka qenë pjesa më e vështirë e të bomit të ndalim pak të projekti, e të bomit një reality? Me qënë se edhe për këtu je prej të parave që e bën, në këtë format që e ke bo. Vështërësira më e madhe ka qenë ndoshta me marrë një ekip shumë profesional, se ju e dini sa edhe në Big Brother sa do të thotë sa strikte jam, edhe unë kam qef këtë me shku si pas që shduhet, si pas skriptes, si pas do të thotë shka dëshirojna. Edhe me marrë njerëzit e duhur në një tavolinë edhe mu bon një reality show është shumë e vështirë, jena përmi 30 veta që kena punu këtë projekt. Edhe me shfaq një anë reality show është shumë e vështirë, te din se vetë ke punu Big Brother, edhe din sa vështirë është, po unë jam shumë krenoj që kena mujtë me bon një diçka të vogël, jo sa Big Brotheri, po që ka me lo shumë bujnë të ardhmen. Nuk e dyshoj këtë pjesë, çka do që vjen prej teje gjithmonë ka vëmendje edhe ka shumë zhurmë. Je gati në mujnë në 7 në dokumentar që transmetohet e përmende që Kimelin djashtë Kosovës, nuk po të regoj kulje të shojnë YouTube, ata që kanë me pa prej audiencës, nuk pe Diego, no spoilers, edhe sa e kësaj dëgjoj. Derisa do më thot doktori, hajde morë në shtet tjetër, me lind. Po kësmet jam edhe ja 2-3 javë kësajde, edhe pastaj dohet me shku me prit procedurën. E kuptojmë YouTube ku e qyshe te, kena me pa besoj edhe këtë pjesë. Për krejt vajzat edhe gratë shqiptare që mbase i kanë dilemat e tua, mbase i kanë frikën tonë që ke pas para se me e nisë rrugtimin e të bërit nën pa partner, mesazhi për me përmbyll, çka ju kishe thonë atyne vajzave grave që e dojnë me bo këtë gjë si Gjuli, po frikson prej paragjykimeve familjes, prej fjalëve, prej rrethit, prej komenteve, prej diçkaje që është e re, derisa të bëhet normale. Paragjykimet janë vetëm deri ato ku ti i lejon paragjykimet. Është si anija, nëse len uji me himrena në anija, fundozet anija. Kurse unë nuk e lejoj kur asni koment mu ma prish ditën ose diçka, kështu që vazhdoni me dosht vetën, vazhdoni me dosht atë ëndrën që e keni dhe kur mos e lejoni mushu dëshirën tone për shkak njerëzve, për shkak familjarëve ose shoqërisë që nuk e pranojnë. Më rëndësi ti me pranu. Ajo është e rëndësishme me kon gati, mu bo çka do që dënë. Kënaqësi tepër e madhe Gjuli si gjithmonë shijoje këtë moment shtatzanit të lehtë në periudhën e mbetur. Se më ke dhënë pak stres kur i na dal një ditë ngërmi bashkë, se domethënë nuk nalsh aktivitet fizik, si gjithmonë energjike. Prej të 5-s e kom një kërkesë për fund të shtinën tretër mundësisht, që tash pak ka fundi, se gjithçka ka shku mirë mashallah deri në këtë pjesë. Le të përmbyllet kështu edhe
takimin e radhës po besoj do e bëjmë me bebush në krah kismet. Me bebi në krah, a me bebush. Kjo mbetet në vazhdim. Faleminderit shumë, ju dua, prive. Reality show Eagle Queen do ta ketë premierën në YouTube javën e ardhshme dhe premton përmbajtje që do ta mbajë publikun të mbërthyer pas ekranit nga epizodi në epizod.